Në ndërkohë përmendë pak më herët edhe bashkëpunimin me shkolla. Sa e kanë obligim shkollat me u përgjigj? A ka shkolla qoftë për shembull private kur thonë na prindrit I dërgojnë vetë ose diçka të ngjashme. A e kanë obligim? Jo, domethënë shkollat janë domethënë një institucion shumë I rëndësishëm, për që na përkrajnë shumë për arsye se aty është mundësia me gjetë fëmijë në mënyrë më të organizuar dhe sigurisht që ne njoftojmë shkollat që kur fillon vaksinimi, para se me fillu, secila shkollë njofton prindit përmes këshillit prindve, dhe realisht pjesë e kësaj fushate do jetë edhe këshilli prindve të shkollave. Për arsye ne kemi qëllimin që çdo debat që bëjmë me qenë të informuar edhe prind. Për arsye se edhe ata prind që nuk I vaksinojnë fëmijët, se shumica e fëmijëve pjesë më të madhe vaksinë marrin para moshës 18 vjeçare dhe duhet me pas pëlqyeshmërinë e prindit. Meqenëse një prind e merr një vendim për fëmijën e vet, a duhet të di që po merr një përgjegjësi shumë madhe. Për shembull, mos me vaksinon fëmijën për një smundje. Ne jemi të interesuar që ata prind që kanë këto dilema, me diskutu me ta, me tregu që na jemi bashkarisht me ta të punu